për diskutim në Kuvendin e Shqipërisë. Në muajin dhjetor të vitit 2025 u bë një ndryshim thelbësor në ligjin për avokatin e popullit, i cili mundësonte që tashmë raporti vjetor dhe raportet e veçanta, pasi miratohen nga avokati i popullit, publikohen në faqen zyrtare të tij dhe mëtej kalojnë për diskutim në komisionet parlamentare dhe për shqyrtim në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo përbën një risi, do thoshja, jo vetëm për faktin sepse parafron legjislacionin për avokatin e popullit me institucionet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, por raporti vjetor njëkohësisht mundëson bërjen e një debati të gjerë publik dhe mediatik, përpara saj të diskutohet në komisionet parlamentare dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Së dyti, situata të drejtave të njeriut dhe veçanërisht të burgosurve që janë trajtuar në raportin për vitin 2025 janë në thelb në të njëjtën linjë me gjetjet e avokatit të popullit ndër vite, por edhe me ato të cilat janë bërë tashmë zyrtare, por edhe publike nga Komiteti për Parandalimin e Torturës, si dhe nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane lidhur me kushtet në paraburgime dhe në burgjet në Shqipëri. E kuptoj. Momenti i tretë që dua të përmend, lidhur përsëri me debatin, pavarësisht problematikave, dua të theksoj që avokati i popullit ka patur dhe ka një bashkëpunim të ngushtë me dy institucionet kryesore, siç është Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, lidhur me përmirësimin e kushteve dhe respektimin e drejtave të trajtimit të burgosurve. Problematika që ne kemi trajtuar në raport nuk e cënojnë, por përkundrazi e forcojnë më shumë këtë bashkëpunim. Për të rrethkuar pyetjes tuaj lidhur me mbylljen e disa prej IEVP-ve, në raport janë përmendur që këto IEVP janë burgu i Burrelit, burgu Minepeza në Tiranë ose 302-shi, njëra prej godinave që i thonë godina A në IEVP 313 Jordan Misja në Tiranë, burgu i Kolonjës së Lushnjës, si dhe burgu në Kuks. Përse? Ne kemi theksuar që në raport, përse ju sugjeroni që këto burgje të mbyllen? 313 Instituti Teknologjisë Ndërtimit të pabanueshëm të gjithë me rrezikshmëri jetë. 313 godina që thotë... Jo, gjithë. Zoti Deda përmendi godinën A të 313. Jo, gjithë duhet dalë jashtë përdorim. Godina A. Po. Mos them për rrezikshmëri që aksesohet nga për eliminim të dënuarit, domethënë si që ngjarja me sniper. Ai burg aty duhet të eksplodohet komplet, duhet tik. Po, zoti Deda, po? Edhe kushtet e sigurisë për janë një nga elementet për mbylljen e këtyre IEVP-ve. Unë po flas për kushtet tani në këtë moment. Unë këtë që thashë di domethënë se kam qenë aty. Instituti i ndërtimit e kanë nxjerrë të papërdoshëm, kanë bërë disa parandalimin e torturës, si edhe trajtimit të rreth 115 ankesave gjatë vitit 2025. Sa ankesa dhe njerë? Faktit, për hyrë pyetjes tuaj përse, kjo është një analizë bërë në vite nga avokati i popullit, si një institucion që e monitoron respektimin e drejtave brenda këtyre institucioneve. Më parë ne kemi rekomanduar mbylljen në vitet e kaluara të IEVP Zaharis dhe është krijuar dhe u krijua institucioni të transferimi i personave mas mjekësore në IEVP-n Shënkoll të Lezhës. Vitet më pas ne kemi propozuar dhe kemi rekomanduar mbylljen e disa IEVP-ve të tjera të cilat nuk plotësonin parametrat për akomodimin dhe për trajtimin e të burgosurve, siç është IEVP-ja në Bënç, IEVP-ja në Sarand, si dhe mbyllja e IEVP-s 325 ose institucioni i grave, i cili është transferuar në IEVP-n Pojsk të Pogradecit. Pra, zoti Deda, ju kryesisht ndaleni tek mos respektimi i të drejtave të dënuarve kur kërkoni mbylljen e tyre?
Edhe kushtet, sigurisht, në cilat ata vuajnë dënimin, se burgu i Zaharis, sa herë e kemi diskutuar, u konsiderua burgu famkeq, dhe kishte lidhje edhe me kushtet në cilat ata qëndronin aty, po në përgjithësi e kanë fjalën, për shembull për këto 5 burgje ose IEPV që ju sugjeroni mbylljen, keni në vëmendjen tuaj vetëm mos respektimin e të drejtave të dënuarve, apo keni në vëmendje edhe ngjarje të tjera, se për shembull kohët e fundit po përflitet shumë që në burgjet shqiptare po hyn drogë në mënyrë të pakontrolluar, po hyn eskorta në mënyrë të pakontrolluar në shkeljet ligjit e tjera me radhë. Këto janë në vëmendjen e avokatit popullit? Çështja e parë, ajo e respektimit të drejtave, përmirësimi kushteve dhe trajtimit të burgosurve janë në fokusin e avokatit të popullit. Çështjet e tjera lidhen me organet e tjera ligjzbatuese, të cilat e monitorojnë sistemin penitenciar për shkak të vetë statusi që ai ka si një organ i sigurisë së lartë. Referuar atij sqarimi që thash lidhur me trajtimin e të burgosurve në këto institucione, do të thoja që referuar edhe standardeve ndërkombëtare, por edhe legjislacionit shqiptar. Këto institucione duhet të plotësojnë disa parametra kryesor, të cilët kanë të bëjnë me hapësirën për akomodim, me sipërfaqen e banimit, me nivelin e lagështirës në këto ambiente, me përbërjet e klasave që duhet të kenë çdo sektor, me hapësirat për zhvillimin e aktiviteteve si dhe ato për ajrim të burgosurve. Nëse një institucion nuk i plotëson këto parametra, atëherë për ne përbën një kusht kryesor për mbylljen e tyre. Okej, kuptova. Dhe ne fillimisht kemi rekomanduar kalimin në konservim të këtyre institucioneve fillimisht, pra që në këto institucione mos të akomodohen jo mbi popullim të personave, por të ketë nën kapacitetin ku ato mund të mbajnë dhe kjo të japë mundësi lirimit të hapësirave për më shumë akomodim të burgosurve dhe për më shumë klasa dhe ambiente të tjera rekreative. E kuptoj. Po, gjithashtu duhet të theksoj edhe një faktor tjetër shumë të rëndësishëm. Duhet kemi parasysh kohën kur këto institucione janë ndërtuar dhe janë krijuar si institucione të privimit të lirisë. Për shembull, burgu 302 ose Minepeza daton në vitet 1930. Burgu i Burrelit ka filluar të ndërtohet në vitet 1938-39 dhe është përshtatur në vitin 1946 si një institucion i ekzekutimit vendime penale. Por mos folur pastaj për Jordan Misjan që daton në vitin 58 dhe dy institucionet e tjera të Kolonja e Lushnjës edhe burgu i Kuksit, të cilët nuk janë, domethënë nuk plotësojnë asnjë kusht minimal për te pjesës infrastrukturore në këto institucione. Për te pjesës infrastrukturore të burgjeve që ju me të drejtë e sillni në vëmendjen tuaj, avokati i popullit, a ka tagrin ligjor që të bëj edhe survejime, kontrolle, quajeni si të doni, për futjen në burgje të stendeve të paligjshme, apo edhe të monitoroj mënyrën se si hyjnë e dalin njerëz, përfshirë edhe ato që sot kanë emrin eskorta, apo droga të ndryshme që futen në burgje. E keni ju këtë tagër si institucion? Jo, kjo nuk është në tagrin e avokatit të popullit. Okej. Ne jemi një institucion mbikëqyrës i parashikuar në kushtetut dhe në ligj të veçantë që mbikëqyrim të gjitha ambientet e përvimit të lirisë, duke përfshirë edhe burgjet. E kuptova. Po ndërsa atëherë ne kontrollojmë respektimin e drejtave të njeriut brenda këtyre institucioneve, si dhe përmirësimin e kushteve të akomodimit dhe trajtimit të këtyre burgosurve. E ndërsa ne kemi një institucion që kujdeset për respektimin e të drejtave të njeriut apo për kushtet në cilat të dënuarit duhet vuajnë dënimin e marrë, kush kujdeset për pjesën tjetër?